Izraeli duket se po fillon një ofensiv kundër Libanit, pasi vetëm një ditë mbas shpalljes së anëpushimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, sulmet kanë rinisur sërish në territori libanez. Gjatë 24 orëve është përllogaritur se janë vrarë rreth 200 persona. Fushata ka shkaktuar reagime të ashpra si nga Irani, por edhe nga vetë tjera europiane, të cilat kanë dënuar këtë ofensiv si cënim të anëpushimit. Orët e fundit kanë qenë shkatrimtare për Libanin, teksa Izraeli ka ndërmarrë sulmet më të egra dhe një mori bombardimesh, si ai në bastonin e Hezbollahut, në Beirut, por edhe në jug të vendit. Shpërndarja e militantëve në përkryeqytet ka bërë që popullsia të largohet me një nga vendngjarja dhe ushtria izraelite të zgjerojë sulme ndaj civilëve libanez. Presidenti i Iranit, Mosul Pezeshkian, e dënoi aktin dhe paralajmëroi se paqja midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës varet nga Libani. Vende si Parisi dhe Turqia gjithashtu e kanë dënuar sulmisin të paprecedent dhe ku presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi se kishte biseduar përmes telefonit me kreun iranian. Nga ana e saj, Turqia cilësoi sulmin si pushtim izraelit. Izraeli, megjithatë, duket se po vijon të mbetet i palokundur, pasi kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi se nuk ka ndërmend që të ndalë sulmen deri në krijimin e një rrethi të ri ushtarak. Skepticizmi mbetet tek analistët, të cilët nënvizojnë se strategjia e Netanyahut është ajo që po e çon rajonin drejt një pasigurie.